Çfarë ndodh nëse e veprohet ashtu juridikisht? Po juridikisht në besim po institucione sikur si jemi po institucione tash një vjet. Edhe unë kam thënë edhe një herë të përsërisë tani se shumë shtete të cilat nuk e kanë njoft Kosovën, të cilën e kundërshtojnë shtetësinë e Kosovës. Arsytojnë kundërshtimin e institucioneve apo të shtetit të Kosovës me paaftësinë e mbajtjes së shtetit nga ana e qytetarëve të Kosovës. Këtë fakt kryeministri o ka e vërteton atyne se është dëm i madh që një vjet nuk kemi institucione shtetërore, kemi një qeveri në detyrë, pa parlament, qeveria në detyrë, s'ka kujt jep përgjegjësi, ministrat s'kan kujt për t'japin përgjegjësi, sulmohet gjykata kushtetuese, sulmohet prokuroria speciale, gjithka, kështu që këto janë ato tmeta të cilat me dëshirë apo me vullnet apo nga mosdija, jon ka zbatojnë kjo qeveria apo kjo parti e cila është në pushtet. Mirë, zoti Shala, çka nëse do të diskutohet sërish për një akt patriotik, për të mirën e vendit, për të zhbllokuar institucionet, se lista serbe nuk bën ta ketë nën kryetarin e Kuvendit Kosovës, e të tjera. Pra çka nëse shfrytëzohet prap politika e njëjtë, akti patriotik, për të vepruar ngjashëm se herën e kaluar përkundër, që kësaj radhe kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Akti më i lartë, patriotik, sot do zbatosh ligjin, zbatosh kushtetutën. Shkelja e kustetutës, shkelja e ligjit nuk është akt patriotik, po është tradhti. Andaj nëse dikush mendon që duke shkel ligjin, duke shkel kustetutën, është akt patriotik, unë konsideroj se ky është shumë gabim i madh, po është akt tradhtie.